Këshillimi në karrierë ndihmon të rinj në vendimarrjen e tyre për arsimim, formim dhe punësim. Duke ndjekur nismën e Bashkisë Tiranë, që ofron shërbime të këshillimit të karrierës si një shërbim komunitar, zyra e karrierës në Bashkinë Berat është një nismë inovatore e kësaj bashkie, sikurse nismat e ngjashme nga bashkitë e Lushnjës dhe Elbasanit, e cila synon të ofrojë shërbime cilësore të këshillimit karrierës për të rinjtë e rajonit. Duke investuar në mjete të standardizuara dhe trajnimin e stafit, zyra po ndihmon në formosimin e një rinie më të informuar dhe të përgatitur për vendimarrjet e saj. Le të dëgjojmë përfaqësuesin e kësaj zyre, zonjën Adela Çabej, mbi përvojën, vizionin dhe sfidat e saj lidhur me këtë nismë. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, është kënaqësi shumë e madhe të jam në këtë festë të përbashkët, megjithëse kam përshtypjen që ne jemi ndër ata që jemi më të rinj, sepse kemi vetëm 1 vit e pak muaj që ofrojmë shërbimin. Dhe nëse do t'ju mira në një rrugtim të përbashkët për atë që se nisi për ne, do doja t'ju bëja një ilustrim. Nëse dikush hyn tani dhe na pyet të gjithëve, nëse në një moment të rëndësishëm vendimarrjeje për jetën tona, na është dashur të kemi dikë që të na ndihmojë të kuptojmë çfarë realisht duam në këtë moment, kam përshtypjen që përgjigjja do të ishte pozitive për shumicën për nesh, në mos për gjithë ne. Kështu nisi për Bashkinë e Beratit. Kolegët që punonin çdo ditë me të rinj, modestisht e them, po dhe me shumë krenari, me të rinj të jashtëzakonshëm, me shumë ambicie, me shumë potencial, kishin vëre tek ata edhe gjithashtu pikpyetje dhe dilema. Ishte vizioni një institucioni, një titullari që e njihte mirë rëndësinë e këshillimit karrierës. Po nëse më pyesni mua si ofruesen e shërbimit, unë shumë shpesh kthehem mbrapa edhe si një lloj njësie matce për shërbimin, tek një njerëz që kur bënin këto diskutimet në grup në thotë: shikoni, është shumë e rëndësishme për neve të kemi një shërbim i cili na ndihmon, na orienton dhe mbi të gjitha na jep sigurinë që ne po bëjmë një zgjedhje duhur për të ardhmen tonë, më të mirën, më optimalen. Por, na tha, ju lutem, keni parasysh që nëse realisht e ofroni këtë shërbimin, duhet të jetë profesional. Duhet të ketë instrumentat e duhur, duhet të ketë qasjen e duhur, duhet të ketë gjithë elementet e duhur. Dhe ne bëm pikërisht këtë. Aplikuam në projektin që u mbështet pastaj nga Helvetas dhe nga Risi Albania. Fatmirësisht, siç u përmend edhe gjatë prezantimit tim, duke pasur një model të suksesshëm të ofrimit të shërbimit, që ishte zyra e këshillimit karrierës të Tiranës, por gjithashtu mbajtëm në mendje faktin që duhet i qëndronim besnik nevojave që kishim identifikuar në komunitetin ton lokal, sepse ne jemi rritur me shërbimin. Shërbimi është rritur dhe ne jemi rritur me të, por një gjë e kemi pasur vazhdimisht në mendje dhe si një qëllim tonin. Ky nuk do duhet ishte thjesht një zyrë, do duhet ishte një shërbim komunitar i hapur, mikpritës për të gjithë. Dhe duke menduar këtë ditë, më shkujtuar një diskutim që kemi pasur me Risi Albania në fillim, ku duke u përpjekur na inkurajonin, na thonin: "Dgjoj, nuk ka problem nëse nuk vinë të rinj që në fillim, nuk ka problem nëse nuk ka numra." Dhe unë nuk kam thënë. Unë ndoshta jam më e reja dhe ndoshta jam ajo që ka më shumë idealizëm, por unë e di që të rinj do vinë. Dhe sot po qëndroj këtu për t'ju thënë, unë kisha të drejtë. Sepse besoja pikërisht tek ai potenciali rinor dhe tek ajo ambicia që të rinjt tanë kanë, do që unë e njihja mirë. Kemi pasur fatin që të ndërtojmë gjatë kësaj eksperience 1 vit e pak muaj partneritete shumë të rëndësishme. Me zyrën rajonale të punës, me ZVAN, me muzeumet, sepse ne ofrojmë programe vullnetarizmi, me qendrën muzeore, pra me bibliotekën, me bizneset, me universitetet. Dhe gjithmonë kemi qëndruar filozofisë që ky duhet të jetë një shërbim komunitar i cili ofron mbështet vullnetarizmin, që ofron trajnime për programe shumë të që i kërkon tregu lokal i punës, që janë guida turistike, e që i shërben një target grupi, orienton gjithashtu nevojat e një target grupi më të gjerë, se që shkolla verore dhe panajiri profesionave. Okej, e harrova, po s'ka problem. Po do doja realisht ju falenderoja shumë Helvetas dhe Risi Albania që na keni mbështetur
dhe gjithashtu qeverinë zvicerjane, dhe t'ju them që me sa duket, ky motoja që përdorim ne të gjithë zyrat e këshillimit të karrierës në mënyrë të unifikuar në bashki, që është ti mundesh, që nga e vërtet, ne mundemi të gjithë. Faleminderit.